është gjithashtu një ngjarje e patolerueshme. Pra ata kanë qenë aty për të gjetur një zgjidhje se si të shpëtojnë përfundimisht Belinda Ballukun, po si të shpëtojnë vetë Tiranën, sepse ne besojmë që ajo është muri i fundit mbrojtës i tij. Në momentin që bie ky mur, në momentin që bie mbretëresha, do bjerë dhe mbreti, dhe jam e bindur që shqiptarët duhet të ndjejnë një shpresë tek kjo. Deri kur do vazhdojë kjo protestë që keni nisur, se me sa kuptoj është nuk ka një afat Nuk ka një afat. Mbyllet 2025-a me protesta nga lëvizja Shqipëria bëhet? Ne si mbështetës të Adriatik Lapaj, se në këtë rast jemi si qytetarë në atë protestë, do qëndrojmë, aty jemi ndarë ndoshta në dy ekipe, ekipi që qëndron 24 orë dhe ekipi që mbështet nga jashtë me mënyra të tjera, dhe kjo varet nga ata që qëndrojnë. Se sa si ka qenë mbështetja kënaqshëm në optikën tuaj, kuptohet? Këtu dua të flas personalisht. Pra personalisht e shoh pak të vështirë që shqiptarët ta thyejnë këtë barrierë. Ky moment është shumë i rëndësishëm që ata të vinë aty të paktën një herë në shesh dhe të shikojnë me sytë e tyre këtë ngjarje. Sepse më konfirmohet nga telefonatat e tyre, shumë njerëz më telefonojnë nga diaspora, janë shumë mbështetës dhe duan të vinë dhe të mbështesin protestën. Nga Shqipëria, nga Tirana, më shkruajnë dhe më thonë që më qanë zemra të jem në protest, por kanë frikë se më heqin nga puna, kanë frikë se më kanë kërcënuar bashortin, më kanë kërcënuar fëmijën, prandaj thash që qëllimi i kësaj proteste ishte për të rrëzuar Edi Ramën, por tani del një qëllim mbi të, është mbledhja e gjithë shqiptarëve. Unë besoj që po e thyen shqiptarët këtë frikë tani, do vendosim një model të jashtëzakonshëm dhe nuk do lejojmë më asnjë qeveri që të abuzojë me ne. Po e kaloj fjalën te Muçis edhe Lëvizja Bashk aktive në një format ndryshe nga formati i Shqipërisë bëhet në terren, ti vetë në parlament, si do mbyllet 2025, si do vazhdojë? Keni programuar dhe ju një protestë me që PD-ja vazhdon me foltoret e saj, Shqipëria bëhet nuk largohet nga kryeministria me sa kuptoj. Ju? Ende se kemi vendosur, por që në fakt ne do presim zhvillimet, se si do rrjedhin ngjarjet, pra praktikisht jemi gjithmonë në terren, gjithmonë me njerëzit, do ndërmarrim aksione ndryshme me qëllim ndërgjegjësimin e tyre. Unë do vazhdoj betejën e sa mundem në kuvendin e Shqipërisë, po ende se kemi vendosur nëse do organizojmë një protestë të dytë të ngjashme me atë që mbajtëm ditën e njëjtë. Vazhdon fakti që, pra, vazhdon kërkesa juaj edhe deklaratat tuaja më përparshme që do vazhdoni vetëm? Pra, shihet ndonjë lidhje ndërlidhje me partitë e tjera opozitare për të protestuar? Çështja është që ne nuk na lidh absolutisht asgjë me partitë e tjera. Fakti që jeni parti opozitare, fakti që jeni kundër qeverisë Rama, disa lidhje ka, ndoshta jo ideologjike? Atëherë, meqense ma bën këtë pyetje, duhet bërë një ndarje qartë këtu, sepse këtu kemi të bëjmë me dy kampe praktikisht, në brenda opozitës. Njëri është koalicioni, që deri para pak muajsh do merrte pjesë në zgjedhje me kandidatë për bashkë të Tiranës, që është Sali Berisha, Agron Sheaj, Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani. Në atë që tha vetë Sali Berisha, pra që i mblodhi votat e avokatit të popullit me premtimin që do mbështeste kandidatin pra që Endri Shabani do mbështeste kandidatin e Sali Berishës. Kështu që kemi të bëjmë një koalicion, dhe është ende në fuqi si kandidat i Tiranës për këtë koalicion, pra. E para nuk ishte, me lejo të korrektoj, nuk ishte koalicion, bëhej fjalë për një kandidat të pavarur dhe ne ishim. Ju lutem kujdes me mimikat se nuk është e hishme të mbani mimikat si. Do ta bëj replik me që i përmend dhe keni përballë. Sepse muhabeti në kandidatit të pavarur është bërë boza i muhabet dhe tani është bërë bozë, por prapse pas keni kuptuar. Nuk ishte koalicion dhe ne nuk bëjmë koalicion me Sali Berishën, ne mbështetëm të parët. Dhe jemi shumë të ndershëm këtu sepse ishim të parët që mbështetëm. Në momentin që ti përmend dhe ke palën tjetër përballë, pasi lejoj kohën për të replikuar se kohën e ke. Patjetër do ta vazhdosh, mos kalojmë pikat e tjera. Se duke kaluar pikat e tjera e ke kohën për t'i thënë gjitha. Nëse shqiptarët besojnë që Sali Berisha urdhëroi 35 nga deputetët e vet që t'japin firmën e Endri Shabanit, vetëm që Endri Shabani të mbështeste këtë kandidatin e pavarur nga Sali Berisha, atëherë ata qofshin. Po këtë historinë e kandidatit pavarur, ata që e hanë, le ta hanë.
Tani, këtu kemi të bëjmë qartazi me një bashkim forcash për të mbështetur një kandidat. Se ai është i Saliut apo është i tjetër, nuk ka rëndësi kjo. Qartazi është i Saliut. Tani, nga ky moment, mua më duket totalisht e pamoralshme që Sali Berisha i pari del dhe thotë Endri Shabani i tilli dhe i ktilli, përderisa do bëja koalicion, do përdorje surratin e Endri Shabanit për marrë votat e tua. Nga ana tjetër, meqense ti pak më parë shtrove pyetjen, pse pikërisht tani doli Tiku dhe vori karikën aty. Ua bëra atyre pyetjen? Atë përgjigjem unë. Unë nuk di ta them, Për atë jam sepse unë këtu. nëse do Unë jam kisha këtu për atë. prova, do t'i tregoja. Unë ta bëra këtë pyetje ty, në Unë fakt. ngre disa hipoteza. Jo, para se të ngre një hipoteza duhet përgjigjem unë për pjesën që tham. Duhet përgjigjem për pjesën që tham. Jo, pra, jo, sepse gënjeni shqiptarët duke thënë që ishte koalicion, zoti Muçi. Më dëgjoni, në qoftë se jeni në Shqipëri, jetoni në Shqipëri dhe doni që të ngrini sektin tuaj, pse nuk shkoni në një ishull dhe të zhvilloni dhe të naqeni atje? Nuk është se kam një pyetje. Jo, kishte Tirana, kishte nevojë dhe ende sot Tirana dhe Shqipëria ka nevojë për një ndryshim rrënjësor. Për një ndryshim rrënjësor, jo për 10.000 votat e kandidatit Lëvizjesh Bashkë. Pra shumë e rëndësishme dhe ne jemi njerëz. Të drejtën tuaj të bëni me Saliun. A mund ta përfundoj unë përgjigjen time pa të ndërprerë? A mund ta përfundoj?